Përshëndetje, në videon e sotme, ne do flasim për dëgjëtsimin e ulët emocional dhe se si mund të kontribuojnë në sfida si depresione, ankthe dhe stresi. Dëgjëtsimi emocional është aftësia për të njohur dhe kuptuar emocionet tuaja, dhe kur mungon, mund të bëjë më të vështirë përballëmin efektiv me stresorët e jetës. Kur dikush ka ndërgjegjësim të ulët emocional, ai mund të luftojë për të identifikuar ose emëruar atë që ndjen. Kjo mund ta bëjë të vështirë menaxhimin e emocioneve në një mënyrë të shëndetshme. Për shembull, mund të ndjeni të mërzitur ose të stresuar, por nuk e dini saktësisht pse ose çfarë po i shkakton ato ndjenja. Pa ditur se si të identifikohen emocionet, mund të bëhet më e vështirë për të rregulluar ato, duke çuar në shqetësime emocionale dhe me kalimin e kohës mund të kontribuojë në sfida më të vështira të shëndetit mendor. Ka dy faktorë kryesor që kontribuojnë në ndërgjegjësimin e dobët emocional: aleksitimia dhe shtypja e emocioneve. Aleksitimia është një gjendje ku individët kanë vështirësi në identifikimin dhe përshkrimin e emocioneve të tyre. Për shembull, dikush me aleksitimi mund të ndjenjë një ndjenjë rëndesa ose tensione, por ata nuk mund të përcaktojnë nëse është trishtem, zemrim ose zhgënjim. Kjo mungesë në ndërgjegjësimet emocional mund të pengojë njerëzit të kuptojnë se si ndihen në atë moment, gjë që mund të pengojë aftësinë e tyre për të përballur ato emocione në mënyrë efektive. Pa kuptuar se çfarë po kalojnë, njerëzit me aleksitimi mund të luftojnë për të ndërmarrë hapa drejt lehtësimit emocional, duke e bërë stresin, ankthen ose depresionin edhe më të vështirë për të menaxhuar. Shtypja e emocioneve është veprimi i shmangjes ose uljes së emocioneve të pakëndshme, shpesh në një përpjekje për të shmangur shqetësimin. Për shembull, nëse ndjeni të shqetësuar ose të trishtuar, mund të përpiqeni të shpërfillni ato ndjenja dhe të mbani ato që të mos ndikojnë në sjelljen tuaj. Megjithatë, shtypja e emocioneve nuk i largon ato. Përkundrazi, mund të çojë në ndjenja të papërpunuara që krijon me kalimin e kohës. Kjo mund të rrisë shqetësimin emocional, duke çuar në ankth më të madh ose simptoma depresive. Sa më gjatë të shtypen emocionat, aq më intensive dhe dërmuese mund të bëhen ato, duke kontribuar në një rreth vicioz shmangjeje dhe mbi ngarkesë emocionale. Me pak fjalë, vetdia e dobët emocionale, qoftë për shkak të aleksitimisë apo shtypjes së emocioneve, mund të na pengojë të kuptojmë ose përpunojmë plotësisht atë që ndjejmë. Kjo e bën më të vështirë përballimin e stresit dhe mund të çojë në betejë afatgjata për shëndetin mendor. Faleminderit që ishit pjesë e kësaj videoje dhe ju ftoj të ndiqni videon e radhës për aktivitete për të përballur ndërgjegjësimin e ulur emocional.